Përshëndetje shenjë Demi dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Java e fundit e muajit kjo që na vjen shumë e rëndësishme përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, përsa i përket bashkëpunimeve, përsa i përket bashkëjetesave, përsa i përket një çështje personale që do ta çoni deri diku, në çështje ligjore, nëse kontrata të rëndësishme me natyrë ligjore, nëse u lidh puna, atëherë le të themi kjo është java që jep një farë drejtimi këtyre situatave dhe sidomos vetë 10 ditët të fundit keni për ta parë këtë gjë përmes dhe rastësive që vinë në jetën tuaj. Për më tepër më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, i keni shumë mirë të qartësuar këto ditët e fundit të muajit dhe pse unë i quaj me të vërtetë shpërblyese dhe për 10 ditën e parë dhe për atë të tretin. Ju të 10 ditët të dytë thjesht këtë muaj nuk patët ndonjë ndikim planetar kush e di se çfarë, prandaj dhe nuk ju analizoj. Por në hartën tuaj shumë mund të keni planetet në 10 ditën e parë, në 10 ditën e tretë, kështu që vlen po e njëjta gjë. Atëherë, këto kam për t'ju thënë, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Atëherë, vazhdojmë tani me ditën e hënë, që për ditën e hënë do themi po, këtu ditën e hënë mbyllet herë për gjithmonë një çështje që ju ka munduar gjatë. Mund të jetë një lidhje në çift që kuptoni që nuk ecën më, mund të jetë një situatë problematike në punën tuaj që merr fund pikërisht këtu, por që ta kuptoni juve qartë do të thotë që ky është momenti i fundit për të cilin shqetësojnë në lidhje me diçka që nuk ka më vend të ri në jetën tuaj. Kuptoni se nuk ka më të ardhme në këtë lloj situate ku ndodheni dhe i thoni hajde mirupafshim edhe do vazhdoj përpara. Pra dita e hënë sjell përfundime situatash, por që është fundi përfundimtar që ta kuptoni kështu. Dhe pasi jeni përpjekur, por nuk kishit çfarë t'i bënit më. Domethënë e kuptoni dhe vetë që nuk do mund të kishte më vazhdimsi. Përsa i përket ditës së martë, shumë të menduar jeni, të tërhequr nga bota e jashtme, shumë të fokusuar në mendimet tuaja, në arritjen e objektivave tuaja. Unë do jepja një këshill, mos i rezistoni fatit. Lëreni t'ju çojë aty ku ka për t'ju çuar, lëreni të bëj punën e vet. Sido që të jetë në gjithë këtë proces të ndryshimeve që po vinë në jetën tuaj, sepse ai urani prandaj ka ardhur edhe një herë dhe ju shkund juve të 10 ditëve të fundit, që t'ju bëj të kuptoni se për disa gjëra që ka ardhur fundi nuk mundet të vazhdohet më mëtej. Por sido që të jetë në këtë lloj procesi jeni të mbrojtur dhe çfarëdo ndryshimi që do vi, qoftë final, për ju ka për të qenë edhe përveç se përfundimtar, ka për të qenë edhe çlirues, okay? Kështu që mos i rezistoni fatit tuaj dhe mos i rezistoni situatave, sido që ato të jenë duke ardhur ditën e martë, lëreni çdo gjë të bëj punën e vet. Përsa i përket ditës së mërkurë, dilni pak nga bota e çuditërave, ju lutem shumë. Shumë prej jush nuk doni ta pranoni faktin që diku po gaboni ose diçka nuk po e shikoni ashtu siç duhet, ju pëlqen mendja juaj dhe vetëm mendja juaj dhe kjo do ju marrë në qafë. Kështu që mirë do të ishte ditën e mërkurë për çështje të rëndësishme të mos merrni vendime bazuar në atë çka intuit apo koka juaj ju thot, përkundrazi mirë do të ishte të dëgjoni se çfarë të tjerët po ju thonë, çfarë të tjerët kanë për t'ju thënë. Si të tjerët mundojnë të zyejnë nga gjumi, ai gjumi letargjik ku jeni futur dhe s'doni të shikoni se çfarë do bëni gabim. Kështu që mirë do të ishte ditën e mërkurë sikurse po ju them, ose thjesht të mundoni ta shikoni arsyeën ore pse të gjithë janë kthyer kundër dhe të gjithë po mundojnë të tregojnë diçka që s'doni ta shihni. Dhe përveç kësaj nuk merrni vendime sepse do bëheni do gaboni, e sigurt. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte nuk e keni ndarë mendjen ende se çfarë do bëni në një marrëdhënie në çift. Domethënë duket shumë qartë që jeni të shpërndarë në dy drejtime të ndryshme dhe nuk po vendosni dot se kë do mbani dhe kë do lini. Përveç kësaj mund të keni probleme edhe me orientimin tuaj seksual, nuk mund ta përjashtoj këtë gjë. Jemi nga ças jemi tani kohët e fundit, me ças po shohim, me ças po arrim të kuptojmë se cili ka individualitetin e vet dhe nuk e gjykojmë as para gjykojmë këtë gjë. As bëhet fjalë. Por sido që të jetë jeni pak të ngatëruar përsa i përket këtë marr dhe këtë lë. Pikë së pari dhe mundoni të kuptoni që me personin që keni në kraj keni humbur pak kontaktin, do bëni mirë të gjeni një farë mënyre se si të gjeni përsëri rrugën tek njëri tjetri, por që do them akoma nuk e di. Ndajeni mendjen ore njerëz, çfarë ju leverdis më tepër, diçka që është vlerë e pa ndryshueshme në jetën tuaj apo diçka e re që ka ardhur së fundmi.
duhet ta ndani mendjen me kë do rini dhe kë do lëshoni. Kjo pra përsa i përket ditës së enjte, përsa i përket ditës së premte, dita e premte ka vështirësitë e veta, do të thënë, për një objektiv dhe një qëllim që doni ta arrini, kudo qoftë në punë, në aspekti personal, ti kërkoni dikujt një nder, të mbaroni një punë që ka të bëjë me zyra, e çfarëdo lloj gjë tjetër ose të mbaroni një punë që ka të bëjë me punën tuaj, këtu duket sikur haseni me pengesa, do të thënë dalin pengesa, dalin sfida gjatë rrugës, që nuk do ju a bëjnë këtë arritje të lehtë. A arrihet rezultati në fund? Do të thënë arrini objektivin tuaj, e arrini, por do që duke dalë shumë nga hundët, saqë do në fund të ditës do thoni iko sa më mirë mos isha marrë fare me këtë gjë. Por që sido që të jetë arrihet objektivi. Tani fakti që nuk vjen ashtu siç e prisnit ju, apo siç e dëshironit ju, kjo është gjë tjetër. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju kujton, nuk e di, shumë të kaluarën edhe ju, mungesat që erdhën në jetën tuaj ose mungesat që ajo e kaluar dhe zgjedhjet e gabuara sjellin jetën tuaj aktuale, pra çfarë ju mungon, çfarë nuk arritet dot, pse harxhuat kohë. Të gjitha këto do reflektoni ditën e shtunë dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel, dikush tjetër po hyn dhe u thash të gjë, nuk është era e parë që po e dëgjoni në këto parashikime që po bëjmë, por lejoni dikë të hyjë në çift. Domethënë po lejoni dikë të vendoset në marrëdhënien tuaj në çift. Domethënë po e prishni vetë me duart tuaja një marrëdhënie shumë vjeçare, një marrëdhënie të konsoliduar gjyna. Por çfarë t'ju them? Vetë po e kërkoni edhe vetë do i vuani dhe pasojat e veprimeve tuaja. Dhe e mbyllëm e hënë e martë e mërkur e inte premte, e shtunë e diel, e mbyllëm. Por ju lutem shumë me shumë kujdes. Kujdes, sepse e reja është e bukur, po është e re. Dhe se ta mësosh, mund të kesh humbur një vlerë shumë të rëndësishme në jetën tënde, kështu që bëni kujdes, ju lutem. Përshëndetje një dashit, ja ku jeni përsëri në Zodiac Oracle edhe këtë javë, si java e fundit, avash e këtij muaji që diçka po përgatitet e rëndësishme për ju, në mos 10 ditësh të fundit, po dhe të 10 ditësh të parë, në një pak a shumë të njëjtën linjë jeni ju të dy, domethënë 10 ditë të shat, i pari dhe i treti, por çdo gjë do bërë me shumë kujdes. Domethënë ju të 10 ditësh të parë, kujdes. Po diçka po përgatitet, po akoma ende jon nuk është e qartë, dhe për ju të 10 ditësh të fundit do thosha që për çfarëdo lloj gjëje jeni përpjekur mjaft, jeni munduar ta mbroni me të gjitha forcat tuaja, them se të paktën aty nga tani pikërisht nga fundi i muajit, por dhe në vazhdim ka për t'ju dalë diçka shumë të mirë. Sido që të jetë parashikimet e muajit, ju e dini që gjeni në YouTube Zodiac Oracle, mirë do bënit ti dëgjonit këto ditët e fundit. Unë i kam shpjeguar shumë mirë, shumë qartë se çfarë këto ditët e fundit të muajit sjellin për secilën shenjë, ju bën mirë të shkoni të dëgjoni edhe ju. Për të rezervuar takimin tuaj në privat pastaj mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, siç ju thash, në qoftë se jeni treguar qilimiqër të mirë, në qoftë se keni mbrojtur interesat tuaja, në qoftë se nuk keni ekspozuar plane që kishit, ide që kishit, oferta që ju janë bërë, në qoftë se gjithçka tuaj ne keni mbajtur larg syve të kurreshtarëve, atëherë le të themi se diçka shumë e rëndësishme po ju vjen dhe është e bukur. Përsa i përket aspektit profesional dhe çështjet të karrierës, do ju thosha që dita e hënë sjell oferta ose propozime, po sido që të jetë këto janë me pas dyerve të mbyllura, pra asnjë nuk mund të bëhet publike ende, kështu që edhe ju duhet të luani dhe ju pjesën tuaj të këtij roli të paktën. Përsa i përket çështjet të financave, nëse keni të prapambetura para për të dhënë, keni për t'i dhënë, ja dilni domethënë të shlyeni detyrimet tuaja, nëse ju kanë të tjerët arrin të vinë këto para tek ju më në fund. Por ju që jeni vetëm, ekzistojnë mundësi shumë të mira të gjeni gjysmën tuaj tjetër gjatë kësaj periudhe, dhe në përgjithësi komunikimi është shumë i rëndësishëm ditën e hënë, pra çfarëdo gjë që do thuhet është shumë e rëndësishme, mund të jeni në prag në shkrimi kontratash të rëndësishme, por që me avash akoma mos u nxitoni. Udhëtime ju presin, dhe ndoshta ditën e hënë diskutoni edhe për një udhëtim pune, por që do ta mirëprisni sepse keni nevojë edhe për një farë ndryshimi, le të themi. Kujdes juve që jeni përfshirë në marrëdhënie 2-3 do ekspozoheni. Këtë gjë do ta themi. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju kujton shumë
të kaluarën dhe çfarëdo lloj gjëje ju bëri të mos ndiheshit më mirë me veten tuaj ose të mbisnit goxha për faktin se kishit besuar tek njerëzit e gabuar. Do me thënë do ta ndjeni ose mund të jetë kjo tipari i ditës së martë, të tipit reflektoni dhe kuptoni se keni besuar edhe një herë në persona të gabuar, sidomos juve që keni dhënë mundësi të dyta personave që janë rikthyer në jetën tuaj, dhe nuk është e thënë se s'bën kjo në aspektin personal, mund të jetë në aspektin profesional, dini të zhgënjyer, do bëni pishmon që pse e dha dhe një mundësi tjetër. Unë ju tham për ato mundësit, po ju s'më dëgjoni. Nëse sido që të jetë, përsa i përket ditës së mërkur, puna ju thëret përsëri, dhe unë e tham, java kështu nis me çështje pune, çështje karriere, çështje arritje objektivash, por që tu jemi në përpjekje si për ende, do me thënë, nuk është se dita e mërkur sjell përfundimin final të një nisme tuajën, jo, ju tregon se jeni në rrugën e dur, çdo gjë po ecën mirë si proces, dhe vazhdoni kështu sepse keni për të fituar mjaft. Nuk do ta shikoni këtë fitim dhe përfitim brenda këtij muaji, do ta shikoni diku aty nga muajt e pranverës, por sido që të jetë jeni në rrugë të mbarë dhe vazhdoni kështu si e keni nisur. Për sa i përket ditës së enjte, ju lidh puna me shenjat e ajrit, o ju jeni vetë me ascendent të shenjë ajri, ascendent, mund të jetë në mos ascendent, një planet tjetër i rëndësishëm si Afrodita, Merkuri, Marsi, ç'rëndësi si ka, ose thjesht ju lidh puna me individ të cilët i përkasin shenjave të ajrit. Dhe përsëri, cili është i pari i ditës së enjte? Komunikimi, transporti, kontratat, mediat, çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me juve që u lidh puna me teknologjinë ose me rrjetet sociale ose me mediat në përgjithësi, le të themi është ditë lajmesh, është ditë për të komunikuar ide të rëndësishme, është ditë për të dëgjuar dhe mendimet e të tjerë dhe në përgjithësi të merren mendime, por pasi janë saktësuar mirë idet, do të thënë pa u nxituar, do thosha. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që kuptoni shumë qartë që të mund të ecni përpara. Mirë do ishte ta falnit diçka, dhe tek vetja juaj dhe tek të tjerët, nuk është më momenti për konflikte, jeni të lodhur nga konfliktet, jeni të lodhur nga ndjesitë negative, nga toksiciteti. Nëse dikush ju kërkon falje, do e falni, por nuk do e lejoni mund të jetë pjesë e jetës tuaj. Ashtu sikurse nëse e ndjeni se që të ecni përpara ka nevojë që dikush t'ju fali, se ti je duke ju dhënë bekimin e vet, atëherë do të ndodhë edhe kjo gjë. Por sido që të jetë jemi në një fazë dhe proces të tillë. Shumë prej jush do të falni veten tuaj fundja për diçka që keni bërë dhe që të gjeni paqe më në fund, të bëni paqe me veten. Përsa i përket ditës së shtunë, ne martëm kurrë po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, për të gjithë juve që mund të jeni duke u nisur për një udhëtim të largët, do të bëni kujdes e para njerëz të siguroheni që nuk keni haruar diçka. Okej, do të thënë në shtëpi, siç do ishte një pasaportë, siç do ishte portofoli, në përgjithësi bëni kujdes, do të thënë të mos humbisni, jo vetëm të mos keni haruar, por të mos humbisni sende të rëndësishme ose portofol, bie fjala. Përsa i përket financave, gjithashtu dita e shtunë nuk është ditë e favorshme përsa i përket financave, mund të harxhoni dhe të harxhoni konsiderueshëm dhe kjo gjë do ju bëj pastaj të ndjeni keq me veten tuaj, por gjithashtu edhe dita që sjell përsëri në jetën tuaj situata nga e kaluara. Dhe sidomos familjare, dhe sidomos juve të dietëçi të parë do më bëni kujdes me këtë pjesë. Vinë për të zgjidhur këto situata, për ta pranuar që aty është problemi dhe nuk ka shkuar gjikundi, të përballen njerëzit me të dhe të jepni një farë drejtimi. Tash për të gjithë juve që do niseni në udhëtime të largëta, do arrini destinacionin tuaj shumë okay, por do keni peripecira gjatë rrugës. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel ju tregon për të gjithë juve që ende nuk keni të qartë se çfarë duhet të bëni, si duhet ta zgjidhni situatën dhe si zgjidhet situata prej këtij në vazhdim, sidomos për juve që ndjeni të ngecur diku, atëherë nuk mos prisni të vijë fryma e shenjtë nga lart, nuk është ky rasti për ju. Për ju mirë do të ishte ose ju mirë do të ishte të kuptoni se çdo gjë varet nga ju. Domethënë pritja më nuk ka vlerë, duhet të filloni të kuptoni se duhet të lëvizni. Ta merrni drejtimin e jetës tuaj në duart tuaj dhe të jepni drejtimin pra gjithçkaje prej këteje në vazhdim. Pra dita e diel kërkon jo imobilitet, por vendosmëri për të ecur përpara dhe për të zgjidhur çështjet e probleme. Kështu që kështu do bëni edhe ju. Përshëndetje një binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Që çfarë mund t'ju them? Do ju them.
E kaluara po, sigurisht që është pjesë e jetës tuaj në shumë forma dhe mënyra, domethënë nga më të ndryshmet, si të thuash. Dhe a do kujdes? Do kujdes. Këtu më tepër e vërtet është që fokusi juaj po kthehet më tepër nga çështje në çështje shëndetësore, në çështje pune, çfarë do bëni, si do ndryshojnë kushtet e punës, si do kapni një punë me kushte më të mira, si do ndryshojnë cilësinë e jetës tuaj, me fëmijët tuaj, me partnerët tuaj, sigurisht edhe juve ju lidh puna, por që dhe e kaluar është një pjesë e cila nuk po mbaron tamam dhe po ju sjell me të vërtet vështirësi shumë të mëdha, sidomos të marrëdhëniet tuaja në çift, apo bëni çik lëmsh, dhe sidomos juve të dhjetëdiçit të parë, që me të vërtet duhet të më bëni kujdes. Me thënë të drejtën, aq kujdes sa mund të bëhet. Juve të dhjetëdiçit të fundit fare, duket sikur edhe ju jeni në fazën e një shpërblimi të rëndësishëm, për të cilin keni kohë që po përpiqeni, të paktën këto 3 vitet e gjysmë të fundit, dhe që duket se po ja dilni edhe ju avash dhe që më tepër kjo ka të bëjë me karrierën tuaj ose me një çështje martesore, gjëra të tilla. Tani për më shumë sigurisht më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle për të parë se çfarë fundi muajit sjell edhe për ju. Dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë, do ju shpërblej për diçka që keni kohë që po përpiqeni ta arrini, dhe sidomos ju thola unë, ju thash 3 vitet e gjysmë të fundit, por që po të marr momentin e fundit fare do të ishte shtatori, tetori, që jemi tani aktualisht, domethënë këta muaj pak para nëntorit. Sido që të jetë deri në fund të vjeshtës që daton dhjetori, keni mundësi të arrini një objektiv shumë të rëndësishëm. Por që dita e hënë sjell pikërisht të lloj realizimi, dhe është një realizim i merituar që ka nisur, ju thash, që kaq kohë më përpara. Juve që keni ascendent në shenja toke ose planetet të rëndësishëm, Merkur, Afrodit, Mars, dhe hënë në shenjat e tokës, ju pret me të vërtet një lajm shumë i mirë dhe stabilizues për jetën tuaj, ose nëse ju lidh puna me shenjat e tokës, atëherë le të themi se këto shenja pikërisht, qofshin e prori juaj, bashorti apo kushdo tjetër, duket se sjellin një faktor stabilizues në punën tuaj, në jetën tuaj në përgjithësi. E bukur. Përsa i përket ditës së martë, pra jemi në moment realizimesh të mëdha, këtu kemi të bëjmë me suksesin, me arritjen finale që u përpoqa, u mundova, por do të që një ide ishte ajo që bëri diferencën. Një ide, një mendim, një fjalë, një mundësi që ja dhash vetes, një mundësi që e pash atje ku më shpres nuk dukej se kishte, sido që t'jetë dita e martës një sukses të garantuar, po dhe të merituar, të cilin keni kohë që po e kërkoni, si do vi rastësisht totalisht. Mos të harrojmë që vërtet Urani shkryej retrograd në shenjën e Demit dhe prek fare fundin e shenjës së Demit, por prek edhe ende është aktiv për juve të dhjetëdiçit të parë, të lindurit sidomos në ditën e parë të shenjës tuaj, kështu që edhe për ju vlen po e njëjta gjë si për ata të dhjetëdiçit të fundit. Kjo është letra e Uranit, sido që të jetë po sjell diçka të papritur, të bukur që ju ndryshon jetën. Dita e martë nuk e di çfarë faktori befasues ka, por është vërtet befasues për mirë. Përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur, këtu do më bëni kujdes, më thonë bravo, shumë një ditë kështu, një ditë ashtu, po sigurisht, sepse çdo ditë ka momentin e vet. Dhe vërtet juve mund të jeni në momentin tuaj më të bukur dhe më afër arritjeve tuaja, por ka dhe njerëz negativ, apo jo, që nuk e duan suksesin tuaj. Dhe pikërisht për këtë gjë bëhet fjalë ditën e Mërkur. Ditën e Mërkur, kushdo që ju vjen dhe kërkon pak nga suksesi juaj, apo kërkon t'ju manipuloj për të përfituar nga suksesi juaj, që dhe në aspekt ekonomiko-financiar, ose thjesht sepse, ku dëgjon, mendon se jeni mirë ekonomiko-financiarisht dhe hajde tani se ky mund të më mbaj dhe mund të më ofroj ato çka dua unë. Pra, si në aspektin personal dhe ekonomiko-financiar, do të bëni shumë kujdes mashtrimet, gënjeshtrat dhe manipulimet e ditës së Mërkur. Sa më shumë të servilosen individ caktuar, sa më shumë të shfaqen nga hiçi dhe ku dëgjon të shkëlqejnë sa skakut dhe i më, është shkëlqimi momental. Besoni, nuk jap vlen të prishën Terezin për individ të tillë. Përsa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita bravo. Shikoni, ju thash, ka shumë individ dhe ka shumë momente ku njerëz të caktuar duan të përfitojnë nga ne, dhe kur është moment ku ne jemi shumë mirë. Atëherë po dita e Mërkur kishte ato tipare, po dita e enjte çfarë tregon? Që pavarësisht
sa thuash, rrezikut që është duke u shfaqur në jetën tuaj dhe jenë të mbrojtur. Pra, edhe sikur dikush të jetë duke ju manipuluar ose keq orientuar për përfitim personal, nuk janë tel. Ju jeni të mbrojtur dhe keni mbrojtjen e gjithë shkaje ju duhet me vete, qoftë kjo intuit, qoftë një ndër që mund ta shihni, qoftë nuk e di, quaj në momentin tuaj të mirë, po sidoqë që tjetër është diçka që ju mbron dhe nuk ju lë të bini pre mashtrimeve, gënjeshtave dhe përfitimeve të individëve me qëllime dhe tendenca të tilla. Për sa i përket tani, e marta më kurrejtë, ditës së premte, dita e premte është dita që mund të dilni, mund të argëtoni, mund të takoni persona që keni kohë pa i parë, është një ditë që kjo është letra juaj, domethënë çelimiqet të lumtur jeni tërkohës ju, por që ky është momenti për të kujtuar dhe njerëz se nga e nisët. Keni kohë që nuk u kënaqeni më, keni kohë që nuk u argëtoheni më, keni kohë që keni ngecur vetëm në probleme dhe vështirësi dhe keni humbur çik busullën. Premtja ju ndihmon të rigjeni dhe njerë veten tuaj, pra në gjithë të vorbull detyrimesh dhe ngarkesash keni pas në jetën tuaj, është momenti të kaloni pak kohë të bukura, çast të bukura me veten tuaj, me shoqërinë tuaj, me personat që ju bëjnë të ndjeni mirë, dhe në përgjithësi fati ju do dhe duket se diçka po përgatitet e rëndësishme për ju. Për sa i përket ditës së shtunë, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sjell për ju të gjithë që keni pas probleme në çift një pikë së pari, duket se e gjeni përsëri rrugën tek njëri tjetri, për të gjithë juve që keni qenë në distancë me një person, kjo nuk mund të quhet tamam ribashkim, sepse është ai momenti që dy individ largohen, por largohen duke e ditur që janë për njëri tjetrin, pavarësisht se ka një arsye pse nuk i lejon të jenë bashkë. Me pak fjalë bie gjeni rrugën tek njëri tjetri, është një moment ku bashkohemi, unifikohemi dhe kuptojmë që nuk mund të qëndrojmë larg njëri tjetrit sepse forcën e kemi të bashkuar. Dhe këtu do merren vendime shumë të rëndësishme për marrëdhëniet në çift. Ka shumë gjasa të ndani mendjen për një fejesë, martesë ose bashkëjetesë, por që është për mirë, nuk është për keq, me pak fjalë. Dhe vjen pasi momenti i vështirësie që keni kaluar. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, do ju thosha mos luani me zjarin përsa i përket ditës së diel, kujdes mos provokoni biseda të cilat e dini shumë mirë që do ju sillnin ose do nxjerrin në sipërfaqe gjëra të cilat nuk doni t'i dëgjoni, nuk doni të diskutoni, nuk doni që të hapen përsëri si tematika. Unë po them mos e kërkoni me duart tuaja. Bëni kujdes se çfarë kërkoni të dini apo kërkoni të përfshiheni sepse nuk besoj se jeni gati për atë çka pason. Kështu që me kujdes ju lutem shumë. Përshëndetje e Gaforit dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë tepër e rëndësishme për këto 10 ditë të fundit, por dhe për ju që keni lindur në fund fare të 10 ditëve të dytë të shenjës tuaj, pra midis 10 ditëve të dytë dhe 10 ditëve të tretë, ky muaj mbyllet me një aspekt si e them, një balon. Me thënë se balonës të ngjarë në fakt të përfshira të gjitha shenjat e ujit, normalisht edhe ju, keni dhe Jupiterin në shenjën tuaj, nuk ka mundësi brenda kësaj jave plane që keni, ide që keni, objektive që keni, të mos kurorëzojnë me sukses. Ose në qoftë se po luani me një risk shumë të madh, të mos pësoni dëmtime ose të mos ju dalin gjërat për keq. Kështu që mundoni lutem shumë të përfitoni sa më shumë të keni mundësi nga kjo java e fundit e muajit. Për më shumë mund të më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, aty keni dhe më të detajuara akoma se çfarë mund të prisni dhe çfarë të synoni, por që çfarëdo gjë ka të bëjë me dashurinë, çfarëdo gjë ka të bëjë me krijimtarinë, çfarëdo gjë ka të bëjë me jetën dhe cilësinë e jetës në total, çfarëdo gjë ka të bëjë me fëmijët, sipërmarrjet, spektaklin, artin, ju që jeni artista apo sportin, që jeni sportista, duket se diçka shumë e madhe po përgatitet dhe është vetëm për ju. Përsa i përket parashikimeve personale, sigurisht më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe përsa i përket ditës së hënë, ja ku jemi energjia femërore nuk është tjetër vetë se intuit e lartë. Dhe ju shenjë se Gafores vetëm intuita që nuk ju mungon, kështu që në qoftë se ditën e hënë, për çfarëdo objektive, qëllimi, orientimi ju duhet të jeni të kthjellët, të merrni vendimet e duhura, atëherë ja ku jeni. Nuk besoj se do gabonin nëse dëgjoni intuitën tuaj përveç kësaj, ide që do të keni brenda ditës së hënë, ide përveç se ide, një frymëzim, një nuk e di çfarë do jetë,
por që sido që të jetë, mjafton ta komunikoni ashtu siç duhet, mjafton ta kanalizoni tek personat e dur në momentin e dur dhe suksesi është juaj dhe i garantuar, madje do thosha. Për sa i përket ditës së martë edhe më mirë akoma. Sidomos ju thash, përveç që synoni të bëni pjesë e një kolektivi, të bëni pjesë e një grupi pune ose jeni pjesë e një grupi pune dhe po prisni tani rezultatet e punës tuaj, duket se çdo gjë, pra keni punuar në skuadër, duket se çdo gjë ju del me kurorëzim suksesi të lartë dhe përveç kësaj duket se edhe në jetën tuaj personale mund të prisni gjëra shumë të bukura, sepse me të vërtetë që në aspektin personal po dhe profesional duket që jeni jashtë masës të favorizuar dhe për këto projekte që po nisin tani do shikoni realizimin e tyre pikërisht aty nga muajt e pranverës, por që jeni në rrugën më të durë se kaq nuk ka ku të vej. Në qoftë se jeni duke lançuar, jeni domethënë artista ose jeni si përmarrës dhe po lançoni punën tuaj ose po nisni biznesin tuaj brenda këtyre ditëve, atëherë i bie që ka për të shkuar çdo gjë shumë mirë, por suksesin final, ata arritjen e madhe fare keni për ta parë aty nga muajt e pranverës. Për sa i përket ditës së mërkurë, duhet të kuptoni që edhe për ato pak gjëra që nuk shkojnë në jetën tuaj, dhe këtu më tepër do kapim çik juve të 10 ditësh të parë. Pra për ato gjëra që nuk po shkojnë siç duhet apo juve të 10 ditësh të dytë, nuk po shkojnë siç duhet në jetën tuaj, duhet të kuptoni që vetë keni hyrë në këtë lloj situatash. Vetë keni bllokuar, veten kështu si e keni bllokuar. Dhe po vetë keni mundësi ta nxjerrni veten tuaj nga këto situata, kjo lloj vorbulle ku keni futur veten. Pra, zgjidhja nuk mund t'ju vi nga jashtë, askush nuk mund t'ju ndihmojë në këto kushte kështu si e keni këta ndisur këtë gjë, por që ju e krijuat, ju e e ç'bëni përsëri. Ja ku është, merreni, të zgjidhur jeni, realisht po ta vëshre, mendoni se diçka ju pengon, nuk ju pengon asnjë gjë, vetëm në mendjen tuaj. Plus ja ku e keni këtë gjë këtu, i jepni një tuku dhe mbaroni, dhe çdo gjë sistemojt ashtu sikurse duhet. Për sa i përket tani, pra vetë po i manipuloni veten, dua të them, që ka diçka që nuk shkon, por realisht është gjithçka pjelli i imagjinatës tuaj ose keni krijuar ju vetë situatën dhe po ashtu vetë mundeni edhe ta zgjidhni. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, po, në mënyrë që të mund të vijë diçka tjetër në jetën tuaj, pra jeni në fazë transformimi, ta themi. Gjithçka po ndryshon në jetën tuaj, po ndryshon juve vetë, mendimet tuaja nuk janë të njëjta, realiteti më nuk është i njëjtë. Pra doni apo s'doni ju, duket shumë qartë që gjërat po ndryshojnë. Jeni apo s'jeni juve gati për këtë gjë. Dhe ajo çka ju vjen si mesazh është se, pra, ndryshimi do vi si do që të jetë, por nëse doni vërtet të arrini diku, nëse doni vërtet të arrini diçka, atëherë largoni nga kaluara, harrojeni atë, jepini fund çfarëdo gjëje dhe çfarëdo situatë ju lidh me të kaluarën dhe krijoni një hapësirë për atë çka po vjen dhe është e re, dhe është e bukur siç po vjen në rrugën tuaj. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është ditë fati. Fati ju do dhe për çdo aktivitet, si përmarrje, objektiv, komunikim, bisedë, çfarëdo gjë doni të arrini, duket se fati ju ndihmon. Por nuk po flasim për një fat të thjeshtë, nuk po flasim për thjesht hajde mos e kalova kolla, jo, po flasim për gjëra të mëdha, po flasim për ato momente që bëjnë diferencën në jetë, që nëse ju e kapni momentin ashtu sikurse duhet, atëherë është pikërisht ky ai një moment i cili ndryshon komplet jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë ju lidh shumë puna me shenjat e ajrit edhe juve, sidomos nëse keni ascendent në shenjë ajri ose planetet të tjerë të rëndësishëm në shenjën e ajrit, ose ju lidh thjesht puna me shenja ajri, duket se çfarëdo gjë ka të bëjë me komunikimin, me transportin, me udhëtime, me të kaluarit të mesazheve, të dhënit një mesazh dhe të arriturit të objektivit për sa i përket të paktën proces që lidhet normalisht me procesin mendor, atëherë çdo gjë duket se ecën mirë, domethënë edhe idetë që do i keni më të qarta dhe mënyra se si do i komunikoni ato ide ose mënyra se si do i komunikoni ato ide, duket se ju sjell suksesin, ju garanton suksesin. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju tregon se po, vërtet jeni lodhur, vërtet kaluat, çfarë do themi tani, të zitë e ullirit keni kaluar edhe ju, por ju pret një ardhmë më e mirë. Dhe kjo fal premtimit që ju vetë po jepni vetes, se prej këtej në vazhdim nuk do lejoni asnjë gjë t'ju uli, asnjë gjë t'ju gjunjëzoj, siç u ka gjunjëzuar, por më të fortë dhe më të vendosur jeni për të ecur përpara për të pasur sukses,
Fati ka për t'ju ndihmuar, po dhe ju nuk është të mbështeteni vetëm tek faktori fat, do bëni dhe ju të çmosur të mund t'ja dini të përmirësoni jetesën tuaj, veten tuaj dhe cilësinë e së ardhmes tuaj. Suksesi ju pret, po a them edhe një herë, dhe këtë gjë ta kuptoni shumë qartë brenda ditës së diel. Pra, i bie që jeni sakrifikuar, shumë keni sakrifikuar dhe veten tuaj, por fundja do ja vlej bara qyran. Kështu që kështu mbyllet java dhe për ju. E hënë e martë në kurrent, e premte ashtu e diel. Përshëndetje shenjë Luani dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, që sigurisht është një javë e rëndësishme edhe për ju, për çfarë do gjë u lidh me çështje familjare, banese, trashëgimie, vendqëndrimi, vendbanimi, të kaluarën, nëse doni, ta themi edhe kështu, dhe çfarë do gjë u lidh gjithashtu edhe me çështje karriere, do thosha, shumë të rëndësishme edhe këto, sidomos juve të 10 ditësh të fundit, duket se diçka do e keni këtu në mënyrë të befasishme, por që jo për keq, për mirë, domethënë diçka ndryshon për mirë. Sido që të jetë për më tepër më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit, është pjesa më e rëndësishme e muajit kjo, me një aspekt shumë të rëndësishëm astrologjik që formohet këto datat e fundit të këtij muaji dhe që ju ndihmon me të vërtet të merrni veten edhe ju. Në fund fare të muajit Afrodita do kaloj në shenjën e Shigjetarit dhe për të 10 ditë të parë vlen goxha. Por më shumë ju thash, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, aty i keni më të qarta gjërat. Përsa i përket parashikimeve personale, nëse keni dëshirë të rezervoni takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë përsa i përket dita e hënë sjell ringjallje apo jo, kaloi dimri, do të thonë juve mua, po dalë se ne tani po hym në dimër sigurisht që po. Por s'ka të bëjë me stin, ka të bëjë me ndjesi, ka të bëjë me ndryshimin që vjen në jetën tuaj, ka të bëjë me ndryshimin brenda vetes tuaj, pra kalua dimrin e vështirë dhe tani jeni në ringjallje, jeni në rilindje, nëse doni dhe kështu. Pra, ky është momenti juaj dhe kjo pikërisht cilësohet ditën e hënë, domethënë juve mua çfarë më pret. Po çfarë do them unë? Prisje kishe kohë që po prisje televizje nga i vendi punës i ngecur ku ishe, të vë diku që më në fund ja vlen. Prisje dokumenta ja ku janë. Prisje një dashuri të vërtetë në jetën tënde ja kush. Prisje që ai tjetër të merrte një vendim të thoshte hajde moj se do bashkëtojmë, do fejohemi, do martohemi, po. Ose prisje tjetër të ndante mendjen që po do jeni bashkë, po. Rilindje në përgjithësi, rilindje dhe rigjenerim, sjell dita e hënë për aty ku ju e doni dhe aty ku e keni pritur më tepër, këtë ringjallje, këtë rigjenerim, këtë rilindje. E njëjta gjë edhe përsa i përket ditës së martë. Pra dita e martë po për të njëjtën gjë, ndryshim pozicioni pune, shpërnguleni me banesë, filloni një bashkëjetesë, vjen një fëmijë në jetën tuaj, nis një dashuri e re, një martesë, në një, domethënë, martesë të re, pra është një jetë e re për ju, totalisht e re, dhe ja vlen të jetohet, si bëhet fjalë që ja vlen të jetohet, e hëna dhe e marta sjellin pikërisht këtë lloj ndryshimi në jetën tuaj që thash, mund të jenë pikërisht këto çfarë ju përmenda. Gjithashtu flitet dhe për udhëtime të largëta ose për komunikim me jashtë shtetit, për ju të gjithë që biznesin tuaj do të doni ta bazoni diku jashtë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që mos u nxitoni, merreni qetë ditën e mërkur, nuk është ditë për të vepruar, nuk është ditë për të marrë vendime, sido që të ishte dhe sikur të përpiqesh të bëni maksimumin, asgjë nuk do shkonte dhe asgjë nuk do realizoj, sepse thjesht nuk është momenti. Pra është më tepër një ditë ku reflektojmë, kuptojmë, analizojmë, presim momenti, se sa veprojmë edhe pastaj kuptojmë që kot, domethënë axhova kokot, sepse sido që të jetë nuk ishte momenti për të shprehur, për të lëvizur, për të vepruar, për të kërkuar e me radhë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte të prisni se asgjë nuk ka mbaruar ende. Me sa duket ata persona që prisin të rikthehen, do rikthehen. Dhe, okay, këtu po flasim për një rikthim në persona, por shumë mund të flasim për një bisedë që keni pasur prej kohësh në lidhje me një çështje profesionale, ekonomiko-financiare, që menduat se nuk do realizoj, që u mbyll, që mbaroi, por jo. Ja që rishfaqet ajo tematik,
ja që rishfaqet për të ridiskutuar, për të rivendosur se çfarë do bëhet, domethënë çfarë do gjëje prisni dhe ju lik me të kaluarën, qoftë persona apo situatë, duket se është këtu. Pra, së shpejti keni për të dëgjuar përsëri prej këtyre individëve, ose do të rihapen çështje që ju lidhin me të kaluarën për të zgjidhur pikërisht tani. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte ju thot, po, të njëjtën gjë që po ju them dhe unë, ju thot dita e premte, keni besim tek procesi. E kupton çfarë procesi do të thot? Kur një gjë nis, lërja fatit në dorë, ka një arsye që po të çon ashtu, atje ku po të çon. Ka një arsye pse po të nxjerr ndoshta pengesa në rrugën tënde. Sepse jo gjithmonë ajo që ne duam për veten tonë është realisht më e mira e asaj që ne kërkojmë. Kështu që sido që të jetë, për të arritur objektivin tuaj, keni besim tek ora ynore, momenti ynor, keni besim tek procesi. Do sjellni për ju më të mirën. Dhe këtë gjë ta kuptoni ditën e premte, që ose thjesht është faza përgatitore, ose do kuptoni se nuk mund të veprosh, çdo gjë është e shkruar. Tani dhe kjo është për diskutim, po që nejse nuk kam kohë ta diskutoj. Thjesht po ju them se do arrini në përfundimin se ore bëj çfarë të duash ti, do ndodhi atëherë kur është e thënë të bëhet. Dhe këtë gjë kuptoni ditën e premte, rëndësika që bëhet. Kjo ju intereson juve. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita për televizorin libanes të re, është dita për diskutuar çështje familjare që zgjidhen më në fund, është dita për të marrë vendime të rëndësishme ndihmë libanes, për ta shfrytëzuar, shitur, bler, është një ditë shumë e rëndësishme përsa i përket çështjeve shëndetësore, pra duket nëse keni kaluar një fazë të vështirë me shëndetin tuaj duke marrë veten, por është edhe dita që kuptoni që, do thënë, sa keni kaluar, sa vështirësi keni kaluar për të arritur më në fund në këtë moment kaq paqësor dhe kaq rehabilitues, sepse po bëhet fjalë edhe për rehabilitim, bëhet fjalë edhe për qetësi, bëhet fjalë edhe për arritje dhe sidomos, nuk e di, një stabilitet që më në fund ka ardhur në jetën tuaj. Mund të prisni dhe njerëz, domethënë mund të prisni edhe miq në shtëpi që keni dhe kopa i parë. Përsa i përket tani ose fëmijë, nëse ju që keni larg, domethënë mund të vinë t'ju vizitojnë. Përsa i përket e ditës së diel pastaj, dita e diel e fligjun se fati yt punon për ty, i thon kësaj fjale dhe për çfarë do gjë keni pritur deri më tani, ja ku e keni. Do vihet dhe do ju gjejnë në momentin tuaj më të lodhur, atëherë kur jeni raskapitur, nuk keni më forcë të luftoni, ka mbaruar çdo gjë tek ju, pikërisht atëherë vjen ky realizim kaq i bukur që mund të jetë çfarë do gjë, që nga, nuk e di, çfarë do gjë kërkoni secili prej jush. Do ndahet ky realizim në dy faza. Një, ju vjen si premtim ndoshta ose si dritë jeshile ditën e diel, dhe gjithë këtë proces do ta shikoni se si zhvillohet derisa të finalizohet aty nga pranvera, dhe ka për të qenë diku muaj prill, maj. Dhe do më kujtoni. Prill, maj, qershor, në fakt janë 3 muaj, por që sido që të jetë periudha e pranverës. Më pëlqen. Përshëndetje një Vigjëreshës dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila na mbyll edhe nëntorin me gjëra shumë të rëndësishme, sidomos për juve të dhjetëdiçit të parë, por dhe për juve të dhjetëdiçit të fundit, të dhjetëdiçit të tretë, juve të dhjetëdiçit të tretë e keni parë, nuk e di, jetët ju kaloj kështu para syve si në film horror, komedi, çfarë të doni ju, të gjitha i ka pasur ky muaj për ju. Juve të dhjetëdiçit të parë deri diku gjetët zgjidhje, po akoma jo mjaft të kënaqshme siç i doni ju realisht, avash. Them se do sistemohen gjërat avash. Ju që do e keni pak të vështirë muajin dhjetor, jeni ju të dhjetëdiçit të dytë, me thënë të drejtën, por këto do i analizojmë kur të vi momenti i dhjetorit që ende s'ka ardhur. Për momentin jeni qetë juve të dhjetëdiçit të dytë, juve të dhjetëdiçit të tretë, mund të prisni një arritje ose një lajm shumë të rëndësishëm në lidhje me një kontratë rëndësishme pune, një marrëveshje ortakërie, një lidhje në çift, diçka e tillë domethënë. Në këto fusha jeni duke lëvizur, juve të dhjetëdiçit të fundit do keni një sukses, është e garantuar kjo që tani nga fundi i muajit, sido që të jetë për më shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, keni më se të analizuara këto ditët e fundit të muajit dhe çfarë suksesi sjell për ju. Për të rezervuar pastaj takimin tuaj në privat, do më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, do të ndjeni të plot, do të ndjeni të realizuar, do të ndjeni të lehtësuar. Pse të lehtësuar? Sepse aq vështirë ke kaluat.
aq shumë problematika kaluat dhe për çfarë, për të kuptuar që asgjë realisht nuk është se nuk shkon në jetën e askujt. E vetmja gjë që ndodh është që kur jemi të bllokuar personalisht së brendshmi, atëherë çdo gjë do vuajë së jashtëmi. Ajo çka kuptoni ditën e hënë është se keni vetë ju të ardhmen tuaj në duart tuaja, është se jeni të gatshëm për të luftuar dhe për të pasur atë jetë që ju takon dhe ju ka takuar gjithmonë. Kuptoni gjithashtu se çdo gjë është thjesht një ide, që të nguritet në kokë, pra nëse tua vetes nuk e mirë, nuk e vërtet për të qenë mirë, por dhe nëse hap syt dhe kupton se çdo gjë varet nga ti dhe i tua, ti e ke në dorë dhe ti do ja dalësh, ja del. Në përgjithësi, çfarëdo gjë do diskutoni, do bisedoni, do mendoni ditën e hënë, ju çon drejt një realizimi shumë të bukur dhe një stabiliteti në jetën tuaj, dhe në aspekt personal dhe profesional, po dhe përsa i përket shëndetit tuaj në vija të përgjithshme. Pra si brendshmi dhe si jashtëmi, duket se arrihet një farë ekuilibri ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ja ku jeni, po formohet struktura, po hidhen themelet dhe me sa duket janë të forta. Në një çështje profesionale ka të bëjë kjo, me një bashkëjetesi po e nisni tani, me një familje që po e ndërtoni tani, me një, nuk e di, çfarë do të gjeni të angazhuar me pa fjalë dhe po nis diçka, dihet se ose ta dini se po ndërtoni në themele të forta dhe struktura është e fortë. Kështu që çfarëdo gjë po ndërtoni tani, keni për ta parë me shumë sukses pak muaj më vonë në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së mërkurë, sa bukur, do me thënë çfarëdo gjë tash ju lidh me gjëra të merituara në jetën tuaj, për të cilat keni vuajtur shumë, që ta kuptoni, kjo është e 3 peshore, sot e duket. A 3 peshorja çfarë ka si simbolik, ku mbas nga një ran, po do fitoj nga ana tjetër, dhe normalisht në jetë kështu janë, e mira dhe e keqja janë gjithmonë në barazpesh, në mënyrë që të mund të ekuilibrohemi, të mbajmë një ekuilibër në jetë. Por që sido që të jetë për të gjithë juve që nuk e keni gjetur ende personin e jetës tuaj dhe po flasim për ditën e fundit më tepër, duket se arrini ta gjeni këtë gjë, pavarësisht se sa kaluat, po them do shpërbleni me diçka të vërtet, dhe përsa i përket aspektit personal, po dhe profesional, kështu që gëzojuni këtij momenti, sepse vërtet po sjell diçka të qëndrueshme, të vërtet dhe stabilizuese në jetën tuaj, sidomos në këto fusha që po ju përmend. Përsa i përket tani po dhe çështjeve ligjore, sepse peshorja i ka gjitha këto së bashku. Por është karmike, është e merituar, pra duhet të kaloni shumë vështirësi që të arrinit më në fund këtu. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ka shumë komunikim, pra mos keni frikë të komunikoni idetë tuaja, të shprehni mendimet tuaja, të kërkoni të drejtën tuaj, të analizoni çfarëdo gjë duhet analizuar, do ju dali me shumë sukses, do ju dali shumë mirë. Dhe në qoftë se në këtë procesin e të komunikuarit bie fjala, kemi një kthim nga e kaluara ose kemi një rishikim të një marrëdhënie e cila do ripar në kushte të reja, atëherë në qoftë se doni të jepni një mundësi njëri tjetrit, duhet të kuptoni që këtu duhet të bëhen me të vërtet, nuk flasim për sakrificë, por flasim për kompromise. Pra që të mund të kemi sukses dhe të mund të vazhdojë kjo marrëdhënie, duhet që të dyja palët të ulin tonet, të kuptojnë se është bashkëpunim dhe që kompromisi duhet bërë nga të dyja palët. Vetëm në qoftë se që të dyja palët janë dhe të dijshme për atë çka duan të arrijnë dhe janë të predispozuara për të lëshuar atëherë çdo gjë ka për të shkuar mirë dhe kjo jap dhe një mundësi të dytë ka për të pasur sukses. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që do të themi bravo, ja dolët, suksese lart e më lart. Se çfarë suksesi mund të jetë ky? Ja dolët të keni një arritje në aspektin personal, sentimental, fejojeni për shembull, arrini një bashkëtesë, lidhni një kontratë shumë të rëndësishme, çfarë tjetër mund të jetë, lëvizni një banesë të re, pra çfarëdo gjë ka të bëjë me një sukses të madh, duket se do ju themi urime ditën e ja dolët, ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju tregon se rritemi duke kaluar vështirësi në jetën tonë. Këto vështirësi nisën që gushtin që lam pas, sepse normalisht pas e lam, dhe nuk ishin të pakta vështirësi që kaluat, mirë po ja vleti baraqirat sepse ja ku jeni dhe po kurorëzojeni me suksesin më të madh të mundshëm. Dhe
pikërisht kuptoni këtë gjë që po ju them, që nuk ka rritje pa vuajtje. Okej? E njëjta gjë vlen dhe për sa i përket verës së ardhshme, do të thënë, kaluat shumë vështirësi të mëdha në muaj gusht shtator, po shpërbleheni pikërisht për ato vuajtje që kaluat, por suksesi dhe më i madh akoma ju pret diku aty nga gushti i ardhshëm. Korrik me gusht të vitit të ardhshëm. Përse ku e lam 1, 2, 3, 4, 5, 6, me thënë jem dita e shtunë, përse i përket dhe ditës së diel, dita e diel, po, pikërisht atë gjë që u thash. Pra, nuk rritemi dot, po nuk vuajtëm, po nuk i kalojmë të vuajtje në kurizin ton, po nuk s'ka maturim ndryshe. Fundjavë dhe vera, çdo gjë që bëhet e mirë ka një proces apo jo. Kështu që edhe jeta juaj kështu ka qenë, por do të ndjeni shumë krenar. Shumë krenar keni për të ndjerë për veten tuaj ditën e diel. Pse? Sepse në fund do thoni, ore ja dola dhe ja dola vet. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Pra mbyllet java shumë bukur për ju, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të ndjesh krenar për veten. Dhe juve ja ku e keni. Përshëndetje shenjën peshoris dhe ja ku jemi përsëri në Zodiac Oracle parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që vërtet po na mbyllet nëntori avash, por edhe ju keni mundësi të fundit për të diskutuar për çështje financiare, për çështje vlerash, parimesh, për të drejtën tuaj, nëse diku nuk e keni marrë të drejtën tuaj, nuk e keni gjetur të drejtën tuaj, ashtu siç e prisnit ju, për të shtrydhur dhe një herë trurin se çfarë mund të bëni për të shtruar ato të ardhurat në portofolin tuaj. Nëse është një moment që do thosha është goxha i rëndësishëm dhe për sa i përket çështje karriere, dhe për sa i përket çështje martese, dhe për sa i përket çështjeve që lidhen me financat, dhe po, këto janë momentet e fundit të muajit që ju ndihmojnë të arrini të keni diçka, të gjeni një zgjidhje ose të arrini një farë kompromisi ose të bëhet diçka, domethënë lidhje me këto gjëra. Sigurisht që dhjetori do ju vi dhe më lehtësues, por që akoma jeni në mundësi si për të arritur diçka të madhe. Por më tepër sigurisht më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, parashikimet e muajit nëntor, shumë i rëndësishëm muaj në këtë fundin e vet, edhe për ju, më ndiqni aty. Përsa i përket pastaj parashikimeve personale, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, diell, dhe diellu a bën Zoti vërtet sepse keni kaluar dhe ju të zinjt e ullirit bashkë me të tjerë, por që edhe ju nuk keni kaluar më pak. Këtu çfarëdo gjë ka të bëjë me dashurinë, me karrierën, me familjen, me çfarëdo gjë do ta sillni si ndryshim në jetën tuaj. Le të themi kjo është letra e lumturisë, e arritjes, e suksesit, e famës, e projektorëve, të gjitha do me thënë dritat të keni mbi veten tuaj dhe mund të shkëlqeni. Pra për çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje familjare, çështje frymëzimi, çështje arti, çfarëdo gjë do me thënë keni si objektivin tuaj dhe doni ta arrini, duket se arrini, por do të jetë ky pikërisht suksesi ditës së hënë, ai i cili do të çeli dhe ndryshime shumë të mëdha që do pasojnë jetën tuaj prej këteje në vazhdim. Pra nuk po flasim thjesht për një ditë vetëm, po flasim për ecurinë e gjërave prej këteje në vazhdim. Përsa i përket ditës së martë, ja ku jeni, do kuptoni që edhe kjo është një letër e cila ju përfaqëson, është njësoj të kemi peshoren këtu, është unisoni, ju e përfaqësoni unisonin në banesa e 7, marrëdhëniet në çift, bashkëpunimet, karma, që të arjet ekuilibri sigurisht do e pësojnë, por aty është e mirë, aty është dhe e keqja dhe anasjelltas, sidoqë të jetë këtu jeni duke bërë diferencën në jetën tuaj, jeni duke u zhvilluar, jeni duke ndryshuar, duke u transformuar dhe asgjë më prej këtij në vazhdim nuk mbetet e njëjtë në jetën tuaj, por kjo nuk duhet ju trombi, përkundrazi, nuk mund të arrihet ndryshe unisoni, nuk mund të arrihet ndryshe ekuilibri, kështu që përmes këtij ndryshimit të madh që pësoni, vjen dhe ekuilibri dhe stabiliteti në jetën tuaj. Dhe kjo gjë vlen edhe për sa i përket marrëdhënieve tuaja në punë, kjo gjë vlen edhe për sa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, do të thënë bashkimi bën fuqi që ta kuptoni aty, dhe kur ndryshojmë të dyja palët nëse duam të kemi sukses.
Tani dhe mos keni frikë nga ndryshimi, këtë që dua t'ju them. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë pikërisht ju tregon atë që sapo ju thash, jo vetëm mos keni frikë nga ndryshimi, por duhet të dini të përshtateni. Pra duket shumë qartë që prej këtij në vazhdim ju presin ndryshime të mëdha. Dhe po kaloni në një tjetër lloj faze realizimi, sigurisht nuk duhet t'ju trembi, por nga ana tjetër duhet të dini të përshtateni. Pra, fiton më shumë ai i cili do të përshtatet edhe më mirë. Ndaj këtyre kushteve të reja që po krijojnë jetën tuaj, qoftë kjo në aspektin e karrierës apo të aspektit personal, duhet të dini të përshtateni. Sa më mirë të dini të përshtateni, aq më mirë do ja vini të keni sukses. Për sa i përket ditës së enjte, çfarë psikologjie doni ta kërkoni, kërkojeni sepse e keni manifestuar vetë. Do të thonë çdo gjë mund të bëhet realitet. Kështu që mjafton të keni të qarta idetë tuaja, qëllimet tuaja dhe objektivat tuaja, të qëlloni në shenjë për sa i përket edhe ndjesisë me të cilën i manifestoni ato çka kërkoni, atëherë çdo gjë është e mundur për të kthyer në realitet. Por nëse se dita e enjte ju ngjason me një rastësi të madhe, deshi fati, nuk ka qenë fat, nuk ka qenë dora e Zotit, ka qenë thjesht dëshira juaj që e solli këtë realitet në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte ju ndihmon që të mbyllni hesapet me të kaluarën, ose me çfarëdo gjëje nuk mund të vazhdoj më këtë tutje me ju, me çfarëdo gjë ka ardhur fundi, qoftë kjo një bashkëpunim i vjetër, qoftë kjo një banesë prej së cilës do dilni, do ikni, do shkoni të jetoni diku tjetër, një marrëveshje pune që prishet, po që do pasohet nga një marrëveshje tjetër dhe më e rëndësishme. Pra do ta kuptoni se ju detyron dita e premte të merrni vendime të rëndësishme për sa i përket të ardhmes. Dhe që të mund të arrihet kjo e ardhme, duhet të lini pas diçka që nuk ju shërben më. Pra duhet të largoni nga çfarëdo gjë është e ngecur, e kalbur, e prishur, e pamundur për të arritur më realizim në jetën tuaj dhe të vazhdoni më tej. Të gjë ta shikoni ditën e premte, do jeni detyruar deri diku të bëni ndryshime ose ta prisni ndryshimin në jetën tuaj, nuk do të dali për keq, do të dali për shumë mirë. Për sa i përket ditës së shtunë, hajde të vemi të festojmë, hajde të parkojmë, hajde të partojmë, të bëjmë një party të bukur. Po, pse? Sepse jeta juaj po ndryshon, sepse kjo është një jetë e re, fringo e re, një dashuri e re, një shpërngulje, çfarëdo gjë qoftë është arsye për të festuar dhe për të thënë o Zoti i Madh, të falenderoj që jam gjallë dhe që më le ta shijoja, ta jetoja këtë moment pavarësisht çfarë kalova deri më tani. Shumë e bukur dita e shtunë. Do të nuk e di, rigjeneruese, shumë e bukur, shumë e bukur dhe aty fillon edhe tash jeta juaj e re, aty starton vërtet një etapë e re në jetën tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që vetë, falë për kushtimit, vëmendjes, të thuash ndaj detajeve ose të qenit të thuash ekleptik, do të thënë përzgjedhës dhe detajist, themi se zgjedh një problem shumë i rëndësishëm. Por sido që të jetë, në qoftë se puna ditën e diel ju lidh me avokat, me mjek, me konsulent, atëherë të thuash janë shumë profesionista në punën e tyre dhe do ju ndihmojnë që të arrini objektivin tuaj. Por nuk mund të përjashtoj edhe faktin që juve vetë jeni ata të cilët me anë të studimit, përkushtimit, detajizmit e çfarëdo gjë tjetër thash më sipër, ja dini të zgjidhni një çështje shumë të rëndësishme. Përshëndetje shenja Akrepi dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë shumë e rëndësishme kjo për ju, por shumë e rëndësishme. Gjithë ata planetë parkuar në shenjën tuaj, pavarësisht retrograd, do krijojnë një aspekt kaq të bukur, domethënë aq shumë na ngrë lart në qiej dhe na ndihmon të shikojmë gjërat nga poshtë, nga lart poshtë, më falni, me një tjetër lloj prizmi, dhe tu kuptoni dhe gabime, kuptoni edhe ku ka çaluar puna, po dhe mundësitë që keni, po dhe pavarësisht gjithçka i erdhi si erdhi në jetën tuaj, sa bukur keni mundësinë të realizoheni, disa prej jush do të përjetoni dashuri të reja, po kështu befasuese,
shkëndin në qiell, dhe fishek zjarri që plasën aty lart, se sa do zgjasin ajo është histori më vete, nuk besoj me uranin që është retrograd të vi diçka të qëndrojë, të mund të qëndrojë në jetën tuaj, sido që do të jetë diçka e papërsëritshme që ju hap rrugën për zhvillime dhe realizime më të mëdha prej ande në vazhdim, po në përgjithësi për ëndra objektiva dhe çfarëdo gjë tjetër keni si dëshirë dhe ëndër për tu arritur, mundësitë tuaja për t'i realizuar gjitha këto tani në fund të muajit, në këto ditë të fund të muajit janë shumë të mëdha. Për më tepër do mund ndiqni në YouTube zodiakorët me parashikimet e muajit nëntor dhe për të rezervuar takimin tuaj më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, ju thash gjëra shumë të bukura deri tani, megjithatë këtu do më bëni kujdes ditën e hënë sepse nuk e di, këtu bëhet fjalë për tradhti, për gënjeshtra, për mashtrime, manipulime, toksicitet. Pra, mundoni të qëndroni larg këtyre gjërave ditën e hënë, por gjithashtu mund të jetë dita që do zbuloni që keni armiq, që do kuptoni se marrëdhëniet tuaja nuk janë as transparente, që ndoshta mbase dhe dalin gabime që ju vetë keni bërë, por që në përgjithësi është një ditë e tillë. Shiko, duke qenë se këtu kemi elementin e bukur të gjë që quhet gjarpër. Duhet të thënë edhe se ndonjëherë në mënyrë që të zgjohesh nga gjumi, në mënyrë që të kesh një farë ringjallje, rikuperimi ose metamorfoze, atëherë po duhet ta pësosh keq. Kështu që ndoshta ju ndodh diçka e tillë ditën e hënë, nesër, pikërisht që t'ju zgjohet nga gjumi letargjik ku ndodheshit deri tani. Sido që të jetë bëni kujdes. Bëni kujdes në vija të përgjithshme dhe kush më tepër juve të 10 ditë të parë. Do thosha jo aq juve të 10 ditë të fundit. Juve të 10 ditë të fundit thjesht mund të jetë një befasi, me thënë një faktor fati, diçka e rastësishme që nuk e prisni. Tash se zbuloni që keni një armik dhe normalisht do gjë në banesë, kush po flisim për akrepin, po duke marrë parasysh kemi Uran në shenjën e Demit, atë nga 10 ditë i fundit, dhe duke qenë se çdo gjë është retrograd në shenjën tuaj, atëherë normalisht do themi se këtu bëni pak kujdes. Por edhe nëse ju keni gabuar diku, atëherë do përballeni me pasurit dhe veprimeve tuaja. Mos harroni jeni një shenjë që i përkisni banesës së 8 transformimit, përballjes me hijet tuaja, me anën tuaj më të errët. E thumboni veten, e keni aty shumë bukur elementin e helmit edhe të rikuperimit. Nëse sido që të jetë, keni kujdes me ditën e hënë, kaq do i thosha. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë aktivizohet vetdia më e lartë. Domethënë jeni shumë të vetëdijshëm për atë çka jeni, ku doni të arrini, duket sikur keni një shkëndi, diçka ndodh brenda jush edhe zgjoheni ndryshe ditën e martë. Dhe duket sikur tani mund të lexoni midis rreshtave, të kuptoni mesazhin e fshehtë, atë që nuk keni kuptuar deri tani. E shikoni realitetin me tjetër sy, më të kthjellët, jo me syrin praktik, por më tepër me atë intuitiv, me atë që të ndihmon të shikosh përtej asaj çka duket. Kështu që jeni të pa mposhtur ditën e martë, çfarëdo gjë doni të arrini, por ajo çka është edhe më e rëndësishme, ajo e cila duhet me sezbën të cilësohet është fakti që ju nuk keni më të njëjtët. Keni ndryshuar dhe jeni vite drite larg prej asaj çka keni qenë deri më dje dhe jeni të pakafshëm më. Çdo gjë është e mundur dhe çdo gjë mund të arrini fal përqendrimit, kthjellimit dhe qartësisë mendore ditën e martë. Okej, kështu që keni parasysh këtë gjë. Do kuptoni sa ndryshe jeni nga të tjerët. Është shumë e bukur dita e martë për të gjithë ata që i adresohet dita e martë. Jo të gjithë ju, disa prej jush, disa prej nesh. Edhe vazhdojmë me ditën e, sepse e them këtë, sepse shumë prej jush mund të kuptoni ditën e martë se keni aftësi të tjera. Intuita juaj nuk është e zakonshme. Shumë gjëra të tilla të tjera të bukura si këto. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita që mos hezitoni të ndihmoni këdo do ketë nevojë për ndihmën tuaj apo mbështetjen tuaj ditën e Mërkur nuk do ju dali për keq. Duket sikur do niseni thjesht për të bërë një gjë të mirë, por kjo e mira do ju kthehet 10 fish pak më vonë. Dhe fundja duke ndihmuar dikë që mund të jetë në nevojë, duket se jeni duke ndihmuar edhe veten tuaj. Dhe pa e kuptuar, por që duke ndihmuar dikë do gjeni zgjidhje edhe për veten tuaj. Ditën e Mërkur. Përsa i përket ditës së Enjte,
Dita e njëjtë ju lidh shumë puna ditën e njëjtë me shenjat e zjarit, ose sepse keni thjesht ascendent në shenja zjari, hën ose afërdit Merkur Mars, ose sepse thjesht ju lidh puna me luan dem, luan dash, edhe shigjetar, me thënë ditën e njëjtë këto gjëra, dhe me çfarë ka të bëjë kjo me vitalitetin, do me thënë jepni një tjetër lloj natyre, do me thënë do doni më tepër të dilni, të argëtojni, të takoni miq shok që keni kopa i parë, të organizoni një udhëtim të largët, të flisni, të diskutoni për çështje ligjore, gjyqësore që duhen zgjidhur. Faktori i jashtëtetit luan një rol shumë të rëndësishëm për ju ditën e njëjtë, dhe jo vetëm, sepse kjo ka të bëjë me sipërmarrje, ka të bëjë me fëmijët, ka të bëjë me çfarëdo gjëje duhet të pozicionoheni, ta merrni situatën në duart tuaja, të veproni. Dhe ju del me sukses normalisht, domos për çështje të tilla ditën e njëjtë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e komunikimit, e mesazheve, e zgjidhjes së problemeve, e dhënies mund të vazhdosh, rruga është e hapur. Po çfarëdo gjë lidh me dokumentacion të rëndësishëm ditën e premte duket se zgjidhet në favorin tuaj. Ktu sigurisht mund të përfshijë edhe lajme që kanë të bëjnë me çështje dokumentash, që po prisni çështje dokumentash, kontrata pune, çështje dokumentash, një lajm të rëndësishëm që e prisni për zgjidhjen e një problemi të rëndësishëm me çështje gjykatash, e me radhë që të tilla mesazhe që ju vjen ditën e premte është në favorin tuaj dhe ju çel rrugën për diçka edhe më të madhe akoma. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë e kthen gjithë vëmendjen brenda vetes tuaj. E ke parasysh ndonjëherë kur ndjen keqardhje për veten dhe thua, ose kthesh pak në kohë dhe thua, i shkreti unë, ose e shkreta unë. Sa fëmijë ashtu që isha, sa fëmijë kështu që isha, sa i padjellëzuar, ose sa naiv, ose edhe ndjen keqardhje vërtet për veten, për mënyrën se si ndoshta të tjerët janë sjell, për mënyrën se si vetë jeni sjell me veten tuaj, e me radhë është ditë shërimi. Po është ditë shërimi, po dhemi kaq pas në kohë, që në familjen tonë, pra e kapim gjën që nga zanafilla e vet, më pëlqen. Nuk ka gjë më të bukur sa të bësh paqe me veten. Dhe ju me sa duket e arrini këtë gjë pikërisht ditën e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e mundësive të dyta në jetë. E mundësive të dyta, por që janë të fundit, mundësit të dyta që ju jepen, dhe kjo ka të bëjë me një shtatzani që nuk u arrit dhe mund të arrihet tani. Kjo ka të bëjë me një rikthim që ajtë se po japën dhe një mundësi marrëdhënies tonë dhe të shkojmë se ku do dali. Kjo ka të bëjë dhe me më jep një mundësi akoma se të tregoj unë që ja vlej vërtet dhe mund të kem sukses në punën time. Me çfarëdo gjë kërkoni mundësi të dytë, do ta keni ditën e diel, por kujdes, është mundësia e fundit. Nuk do keni tjetër se kjo. Përshëndetje, përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë që mbyllet me të kaluarën. Pra e mbyll një sapet me të kaluarën, me armiq, me frikë, me pasiguri, me çfarëdo gjëje duhet ta merrit vesh dhe e morët vesh, me kapitull që thjesht mbyllen dhe me ju që bëni më në fund paqe me veten tuaj. Pak më vonë brenda këtij muaji, Afërdita vjen në shenjën tuaj dhe ju të dhjetësh të parë keni arsye përse të ndjeni mirë, të rigjeneruar, të rikuperuar, financat do marrin ndryshe. Megjithatë ju të dhjetësh të dytë, nuk mund të them se për juve ka për të qenë i lehtë muaj dhjetor, do ju trysnoj goxha, por për të pasur një rezultat të mirë pastaj pak më tutje për nga fundi i tij. Sido që të jetë, ju do të të fundit shpërbleni për diçka, dhe kjo ka të bëjë me çështje familjare, ka të bëjë me çështje banese, ka të bëjë me rrënjët tuaja, me vlerat tuaja, me kush jeni ju në të vërtetë. Dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme sepse vitet e fundit u përballte ju me goxha problematika në lidhje me familjen tuaj, me kushtet familjare, me situata të tilla që me sa duket po mbarojnë edhe këto. Dhe thash, ju mundësia të bëni paqe me veten. Nëse si do të për më shumë, e dini qartë edhe ju tani e keni kuptuar, më shkruani në WhatsApp 069. Po e nisa që keq në fakt tjetër që do thosha, më ndiqni YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit të fundit fare, ditët e fundit pse janë kaq të rëndësishme për shenjën tuaj, dhe po pastaj si pasojë do thosha nëse jeni vërtet të interesuar për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Shikoj, vërtet i bëjmë këto postime, unë i bëj këto postime çdo fund jave, por
nuk e di, është krijuar një marrëdhënie midis nesh që sado që nuk ju kam të gjithëve këtu përballë, po duket sikur flas me secilin prej jush kështu në një sallë të madhe, konference, diçka e tillë. Atëherë filloj me ditën e hënë. Dhe dita e hënë sjell fitime dhe përfitime ekonomiko-financiare pikë së pari. Kjo përse i përket çështjeve praktike, domethënë përse i përket çështjeve të prekshme të jetës tuaj, le të themi që financiarisht në varësi të investimeve, jo që po bëni, por që keni bër, duket se tani merrni atë çka ju takon. Dhe në plan praktik, pra, domethënë monetar, por edhe përse i përket vlerësimit në total, por kjo ka ardhur me një kosto shumë të lartë, sepse duket shumë qartë që për tjetër vend u nisët dhe në tjetër vend po bigdiseni, por sido që të jetë gjithë ky ndryshim që erdhi në jetën tuaj, me sa duket erdhi për mirë. Dhe nëse se ka mbetur edhe diçka tjetër e fundit, mos u shqetësoni, mos u friksoni, keni besim tek procesi, mbase nuk po vjen fati juaj ashtu siç e menduat ju, por po vjen më mirë. Më mirë nga që mund ta kishit menduar dhe ju vetë për veten tuaj. Për sa i përket ditës së martë, transformim, kot nuk e thash, transformim, ndryshim, çfarë do gjë që ishte e fshehtë që doli në sipërfaqe, u mor vesh, u mësua përballë me frikën tuaj, me gabimet tuaja, me gabimet e të tjerëve, por që sido që të jetë është moment transformimi, nuk jeni më të njëjtët si ata që ishit. Akoma po ndryshoni dhe do ta kuptoni këtë gjë, ta keni shumë të qartë pikërisht ditën e martë. Do hapni sy do thoni wow. Shikoj sa ka ndryshuar. Dhe sa do ndryshoni akoma, po që është shumë gjë e bukur kjo. Është moment shumë i bukur. Përsa i përket ditës së mërkur, nuk kam më kthim pas, se kuptoni shumë mirë këtë gjë, nuk kam më kthim pas as përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift, domethënë prej këtij në vazhdim, çfarëdo gjë ju lidh me të kaluar, unë e thash, e mbylli brenda kësaj jave dhe më kohën pas nuk e ktheni, atë që iku do e quani të kaluar, të shkuar dhe nuk keni më kohë për të humbur duke i rikthyer edhe një situatave që as nuk doni të kujtoni, as nuk doni t'ju lidhi më puna me to. Prej këtij në vazhdim jeni vetëm duke ecur përpara, kjo dhe përsa i përket mundësive të reja që do ju ofrohen në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj, me çështje, domethënë që ju lidhin, domethënë me çështje sentimentale, çfarëdo gjëje po planifikoni dhe po organizoni tani, do të keni sukses shumë të rëndësishëm dhe nga fundi i dhjetorit, por sidomos aty nga muajt e fillim verës më tepër. Atëherë, përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që juve që jeni në një marrëdhënie në distancë, duhet të ndani mendjen njerëz se çfarë do bëni. O do vi njëri këtej ose do vi tjetri andej. Por që një farë zgjidhje duhet të gjepet, një farë zgjidhje duhet të gjendet. Për në të kundërt pastaj bie që kjo marrëdhënie nuk do mund të rezistojë më. Për të gjithëve pastaj që nuk e keni çështje largësie, domethënë distancë kilometrike, por thjesht nuk po e gjeni më pikën e takimit me njëri tjetrin, ndoshta ka ardhur momenti të kuptoni se ka ardhur çasti pikërisht të ndahen këtu rrugët tuaja. Pra nuk mund të vazhdoni më tej prej këtej në vazhdim. Përse po do ju dalë keq, jo nuk ju dal keq. Madje unë do thosha që kjo është diçka që duhet ta kishit të parë dhe duhet ta kishit vepruar që shumë kohë më përpara. Atëherë përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që sjell një dashuri të re në jetën tuaj me që jeni femra. Pra këtu vjen një mashkull shumë premtues, më premtues se dikush që mund të kishit pas aktualisht në jetën tuaj, vjen me premtime të mëdha sikurse e thash, por që janë dhe të sinqerta, kështu që jepini një mundësi juve që jeni vetëm, se për këtë bëhet fjalë. Pastaj përsa i përket juve meshkujve, vetë keni mundësinë të realizoni çfarëdo gjë doni të realizoni në jetën tuaj. Domethënë e keni juve vetë në dorë dhe vetë mund t'ja dilni. Në total do thosha që për çështje biznesi, sipërmarrje dhe vendimarrje është të rëndësishme lidhur me këto çështje, përsëri vetë mund të çani dhe nuk do keni pengesa. E martëm kurrente e premte. Shumë prej jush ama dhe mund të ndani mendjen ju të meshkujve, të shenjës domethënë shigjetarit, po që i përkisni meshkujve të shenjës, e ndani mendjen ditën e premte se çfarë do të bëni lidhje me një lidhje që keni dhe ka shumë gjasa që të vendosin ta finalizoni në një fejesë, martesë, bashkëtesë, diçka të tillë pra. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do bëni kujdes sepse duket sikur jeni në epicentrin e vëmendjes së të tjerëve. Pra dikush po ju vëzhgon, dikush do të di gjithçka për ju, dikush po ju shantazhon, me thënë të drejtën, duke përdorur lëvizjet tuaja kundër jush, dhe bëni kujdes domos në ambientin e punës, po dhe në aspektin personal. Sepse normalisht nëse duke bërë diçka gabim, edhe do të
ekspozojnë dhe kjo nuk është gjë e mirë. Në qoftë se ju dyshoni se ka diçka që nuk shkon në jetën tuaj, besoni keni për ta zbuluar pikërisht ditën e shtunë. Vjen një zbulim për ju. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel duket sikur doni të bëni diçka, nuk e di, duket sikur po synoni një çmenduri. Risk, diçka po riskoni të madhe. Nuk e di se çfarë do jetë, po do ju thosha vetëm kaq. Çfarë do që qoftë kjo që quhet duket që është një çmenduri, duket që është diçka që në kushte normale do thoshim more të kalon mendja, çfarë po thua, çfarë po bën, pse nxitohesh. Sido që jetë, në qoftë se keni mirë menduar, në qoftë se keni analizuar mirë, atëherë do thosha veproni, do ju dali shumë për mirë, madje do të bëni dhe shembull për të ndjekur nga të tjerët. Por në qoftë se thjesht po e bëni këtë ndryshim në jetën tuaj, sepse mendoni thjesht se ka ardhur momenti për ndryshim, atëherë keni për të ngrënë çka tuaja dhe do më kujtoni, do thoni çka kanë bërë vetes. Kështu që o njëra o tjetra. Në qoftë se keni matur mirë momentin, e dini çfarë po bëni dhe thjesht është o tani o kur bëje, në qoftë se do e bëj se s'kam çfarë bëj tjetër, atëherë nuk do të dali për mirë. Përshëndetje, që një britsjapi dhe mismo vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë fundit e muajit kjo, çfarë të them për të shenjën së britsjapit, nuk e di çfarë të numërojmë përpara, por shënjesi sido që të jetë, patët dhe ju ato uljet e ngritjet tuaja brenda muajit, shumë ndryshime solli ky muaj. Për ju ngriti, ju uli, ju rëzoi, po ju ngrë prap, me shumë ulje ngritje në total dhe në përgjithësi, ende ama jeni në kohë për të reflektuar dhe për të kuptuar se çfarë është më e mira për ju. Dhe fundi pse do të merrni vendime të rëndësishme për sa i përket të ardhmes. Sido që jetë muaji dhjetor ka përqen shumë, besoj, më ndryshe se këta muaj që lan pas deri më sot, ende jeni në një fazë që për çështje që kanë të bëjnë me ëndrat tuaja, me objektivat tuaja, me qëllimet, arritjet, çfarëdo gjë kërkoni të arrini, akoma jeni në fazë që mund t'i ripunoni, rishikoni, rishutoni ato çka doni të arrini, për sa i përket pastaj çështje kontratash, çështje që lidhen me motra vlezër, çështje që lidhen me komunikimin, me bashkëpunime, me proces mendor dhe intelektual, akoma keni mundësi, dhe pse jo, nëse keni pas probleme me mjetin tuaj transport, makinën për shembull, ose do të blini një makinë, ose objektivi juaj është një arritje një kontrate shumë të rëndësishme, sikur se ju thash, duket se fundi muajit ju sjell, ju jep këtë mundësi. Dhe një dashuri e re, pse jo? Por nga larg, domethënë. Diku nga larg, sido që të jetë, për më shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit nëntor, shumë të rëndësishme këto ditët e fundit të nëntorit edhe për ju, shikoni edhe kuptoni pse. Përsa i përket pastaj parashikimeve personale, shumë mirë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj edhe ju. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju tregon se vetë i prishni punë vetes tuaj. Vetë keni zakon atje ku e mira ju vjen, juve ta shqelmoni dhe ta çoni tutje. Pra edhe njerë më duket se do bëni po tek një gabim nesër dita për diçka që ka shumë mirë deri tani në jetën tuaj, përsëri të vini shqelmin. Pse? Sepse ku dëgjojmë, sepse ça fiksimi keni juve me persona që lejoni të vinë jetën tuaj dhe që nuk ja vlejnë, me manipulim që ja bëni vetes tuaj, do me thënë ta zëm, marr situata të ndryshme, ta zëm se u ndave me dikë dhe ku dëgjojmë vajti shumë keq. Prap ja jepni mundësinë. Në një farë mënyrë tregoni të dobët dhe lejoni këtë person të hyjë në jetën tuaj. 1. Ta zëm se morët vendimin të largoni nga një vend pune që ishte toksik, sa s'ka ku të vejnë më shumë keq që kaluat e përjetuat, dhe jepet mundësia tani të shkoni diku tjetër, të jeni të realizuar më mirë. E jo, do ti të vjen tjetër të kërkon ndihmë ti përsëri kthesh. Kequr dorë nga varësi të ndryshme, çfarë mund të jetë këto, bigjozi mund të jetë, në narkotike mund të jetë, çfarëdo alkooli mund të jetë, çfarëdo gjë qoftë. Ke ecur shumë mirë, se që të bërë një budallëk dhe rrokullisesh përsëri në të njëjtat ujëra ku ke qenë. Pra, përsërit edhe një herë veprime që s'duhet i përsërisësh, motive që s'duhet i përsërisësh, dhe çfarë të them tani, domethënë nuk është mirë të kthehesh në situata të cilat i ke kaluar një herë dhe pse do i përsërisësh prapë. Për t'i dhënë kënaqësinë të tjerëve, të tregoj që ja, ky je ti, të gabime bën gjithmonë, edhe ne jemi më lart se ti fundjavë. Mos gaboni më, mos ju ktheni më tendencave që s'duhet i ktheheni ditën e fundja, kush do arriti rezistoj të ndimit, besomëni nuk keni për të parë më sfida të tilla për këtë vazhdim në jetën tuaj.
Për sa i përket ditës së martë, dita e martë thotë lëreni ose më saktë lëshojuni dhe buni pjesë me rjedhën. Domethënë nëse doni të arrini një stabilitet në jetën tuaj, nëse doni të arrini një farë harmonie, pra të stabilizoheni përmes harmonisë, që jeta juaj të jetë e qetë, që çdo gjë të jetë në rregull, siç e kërkoni, mos u bëni më lëmsh, lëreni të rjedhi ose rjedhën t'ju marri me vete dhe çdo gjë ka për të shkuar mirë. Pra mos e kundërshtoni asnjë gjë që fati sjell në jetën tuaj ditën e martë. Lëreni thjesht t'ju çojë atje ku ka për t'ju çuar, ju del me sukses. Për sa i përket ditës së mërkur, avash duket sikur po e rimerrni veten, avash sikur po rikuperoni, po qëndroni përsëri në këmbët tuaja. Nuk do të jetë e lehtë sepse sigurisht do gabime u bën të mëdha, edhe gjërat nuk erdhën lehtë, por nëse jeni vërtet të vendosur për t'ja dalë, atëherë do të ja dilni, qoftë edhe për sa i përket financave, qoftë për sa i përket jetës tuaj që deri diku u zerua dhe tani po e nisni nga e para, por duket se po del mirë, nuk po ecën keq. Thjesht që të mund të keni sukses në të vërtetë, duhet të jeni të përqendruar në objektivin tuaj dhe të kuptoni që çdo gjë varet vetëm nga ju. Nëse ju dorëzoni, çdo gjë shkatërohet. Nëse ju rezistoni, çdo gjë është e mundur, por çdo gjë është e mundur e me. Dhe mos mendoni humbjen, mendoni realizimin, sepse vërtet për këtë bëhet fjalë. Vërtet humbët shumë, por dita e mërkur jep mundësinë të kuptoni se nëse vazhdoni kështu do të fitoni edhe më shumë akoma gjatë rrugës. Okej. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte një natë jashtë, ai të dalim të rikujtojmë edhe një herë të kaluar. Ju që jeni çift dhe keni pas probleme në martesën tuaj, e keni humbur disia të kontaktin, ju ndihmon dita e enjte ta rigjeni pak atë, ta ndizni edhe një herë atë flakën e pasionit me një date out. Një darkë të bukur romantike. Për sa i përket juve që sapo keni nisur një lidhje të re, atë bëuni gati të dini, të njihni njëri tjetrin, të jepni vetes një mundësi. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e premtimeve të mëdha, ose e të kuptuarit nga ana juaj se ato vështirësi që kaluan, nuk do i kaloni më, mbeten pas në kohë. Prej këtij në vazhdim ju presin vetëm realizime. Çdo gjë do vejë dhe do vendoset në vendin e vet. Pra çfarë do shkatërimi erdhi, çfarë do problematike u krijua, në dashuri, financa, ku do e patët atë lloj problemin secili prej jush, gjërat do të normalizohen, do të rikuperoni dhe madje do të ndërtoni prej këtij në vazhdim në baza më të forta dhe suksesi është i garantuar, pra është i juaj. Kështu që është ditë gëzimi, është ditë fjalësh të vërteta, është ditë premtimesh që do mbahen, është dita që kuptoni se asgjë e keqe nuk ju gjen më prej këtij në vazhdim, çfarë latë lat pas dhe vetëm të mira ju presin prej këtej e tutje. Për disa prej jush që patët probleme edhe në familjen tuaj, duket se bëni familje përsëri. Do të thënë nëse dikush gaboi, u largua, në çifte kanë fjalën, nga familja e vet, ka gjasa që rikthehet dhe familja plotësohet, bëhet e plot përsëri. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, këtu ditën e shtunë jemi një zgjedhje, se jo të gjithë jemi njësoj, më ka dhe nga ta që prej jush që ende duhet të vendosin ose të marrin vendime të rëndësishme për jetën e tyre. Pra këtu jeni në një udhë kryq dhe ju e vendosni se si do të vazhdoni prej këtij në vazhdim. A do jesh me këtë person apo me personin tjetër? Do jesh në këtë vend pune apo në këtë vend pune tjetër? Do jesh në këtë realitet që je tani apo do synosh drejt një realiteti tjetër? Pra duhet të ndani mendjen se çfarë po bëni me jetën tuaj dhe çfarë doni të realizoni prej këtij në vazhdim. Por njësoj siç jeni nuk mund të vazhdoni. Dhe për sa i përket ditës së dielës, çka kuptoni se e kaluara është e kaluar, për ju dhe sidomos për sa i përket individëve që kanë ikur, janë larguar nga jeta juaj, nuk do të kemi përsëritje më, mbyllet çdo gjë këtu dhe vazhdojmë përpara me qëllime më të realizueshme. Pra, mbyllet cikli të kaluarës me persona që kanë dalë tashmë nga jeta juaj dhe që nuk do mund të vinë më, por ju presin gjëra më të bukura, realizime më të mëdha prej ande në vazhdim. Përshëndetje, përshëndetje një peshqve të mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj që nuk e di, të gjithë pak a shumë kemi kaluar vështirësitë tona. Nuk mund të themi që peshqit kaluan edhe, po që po jeni ndër shenjat të cilat vërtet kanë vuajtur dhe kanë kaluar goxha vështirësi. Saturni dhe Neptuni përsëri retrograd në shenjën tuaj dhe ju a bëjnë gjërat lëmsh dhe ju keq orienton ai Neptuni dhe mundohet t'ju disiplinojë ai Saturni dhe për të gjithë juve që intuitën tuaj ju ta përdorni
në mënyrën e duhur, them se vjen një shpërblim shumë i madh dhe vjen një shpërblim shumë i madh dhe për sa i përket dashurisë, dhe për sa i përket rikonstruksionit të jetës tuaj, pra rindërtoni jetën tuaj në baza të tjera, reale, të vërteta, shpëtoni nga toksiciteti, shpëtoni nga mashtrimet, nga gënjeshtrat e njerëzve, nga njerëz të cilët kanë dashur të shfrytëzojnë, dhe është e vërtet kjo. Pra shpëtoni pikërisht nga këto lloj gjërash dhe situatash. Dhe arrini më në fund objektivat tuaja edhe në lidhje me karrierën, dhe në lidhje me financat, por edhe në lidhje me dashurinë në përgjithësi. Sikurse po ju thosha. Atëherë që tjetër për më tepër më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, për pse ditët e fundit të muajit janë kaq të rëndësishme për ju. Për të rezervuar pastaj takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë tash ju kthen edhe një herë pas në kohë, ose s'të thuash ju kujton pse nuk keni dot sukses në jetën tuaj, sepse fatkeqësisht i lini problemet ende t'ju vënë poshtë. Mbani jetën tuaj afër individëve të cilët nuk ju duan të mirën, ju shfrytëzojnë, ju ngarkojnë me ndjesën e fajit, të detyrimeve që nuk janë tuaja, nuk ju takojnë juve, që ka të bëjë me mashtrime, me gënjeshtra, që ka të bëjë me shpenzime shumë, që ka të bëjë me kaosin total që momentalisht ekziston në jetën tuaj. Po jeni ju ata të cilët jepni një drejtim këtij kaosi. Kujdes investimet do dilni me humbje, kujdes me kë bashkëpunoni, po ju vjedhin, po ju mashtrojnë, po ju gënjejnë. Kujdes me shqetësimin e madh. Është shqetësim që buron nga e kaluara dhe vetëm ju mund t'i vini një fre kësaj gjëje. Jeni në marrëdhënie dështuar, fund, jeni me njerëz toksik, tregoni vendin, qoftë edhe sikur të jetë familja juaj, këta njerëz toksik. Çfarë do të jeni në varësi, do të thonë keni probleme nga varësitë, atëherë jeni ju që i jepni sido që të jetë zgjidhje këtyre problemeve, në qoftë se pastaj po konsistoni se, po pavarësisht këtyre gjërave që po them, përjashtu këtyre gjërave që po them, kemi probleme edhe me shëndetin, vetja keni sjell vetes dhe keni bërë vetes këtë dëm, dhe mirë do të ishte sa jeni ende në kohë të korrigjoheni. Kujdes nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme nesër në punë, për çështje financash, karriere, çfarëdo gjë qoftë, bëni shumë kujdes sepse mund të jeni duke gabuar dhe nuk po e merrni vesh. Në përgjithësi le të themi që do kujdes ekstrem dita e hënë, sepse gabimet që mund të bëhen nuk mund të korrigjohen apo të riparohen më. Përsa i dhe ju thash se ku ndikojnë, dhe cilat fusha prek më tepër. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, po, ju tregon se nuk mund të kemi zhvillim në qoftë se nuk dalim nga zona e komfortit. Çfarë do të thotë kjo? Ai që tash je në martesën e gabuar, fundova, s'ke çfarë ti bësh. Nuk ka rjet, nuk ndryshon. E ke parë, e ke provuar mira herë. Ka ardhur në depresion, po vret veten, po sëmur veten. Ç'a pret? Je në vendin e gabuar të punës, po jo se s'ka mundësi të tjera. Ku ditë ka mundësi të tjera, po jo, po s'lëvizë që aty ku je. Kështu që për çfarëdo gjë që po ja bën vetes, le të themi, dhe po e çon veten në limitet e tua dhe po e shkatërron veten tënde, dhe fizikisht, dhe psikologjikisht, edhe shëndetërisht, atëherë ka momenti për ndryshime të mëdha, po si, duke dalë nga zona e komfortit, nga reatia, nga ajo çka mendon se të jep reati, në fakt ndërkohë nuk është fare ashtu. Është e kundërta. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë jep mundësi realizimi pafund. Çfarë do duash ti? Mjafton të dish të kërkosh, mjafton të dish të trokasësh dyert e dhura, mjafton të kërkosh ndihmë nga personat e dur, mjafton të thjesht të lëvizësh vendin dhe të duash të sjellësh ndryshimin në jetën tënde. Çdo gjë është e mundur dhe nuk ka pengesa. Pra çdo gjë është e mundur për tu realizuar. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e njëjtën, në qoftë se jeni në atë fazën e jetës tuaj që mendoni se ka diçka që nuk shkon, dikush po ju fshet diçka, personi me të cilin jeni ju mban sekrete, ka diçka në vendin e punës që nuk shkon, mendoni se një ortaku juaj po ju punon çik prapa krave, atëherë do të bëheni të tillë. Pra do i futeni hetimeve dhe të shohim se çfarë do të zbuloni, por në qoftë se jeni ju ata të cilët keni gabuar në një marrëdhënie, në një bashkëpunim, keni abuzuar me vendin e punës, atëherë jeni nën se thua vëzhgim dhe do përballeni me pasojat. Kështu që bëni kujdes ditën e njëjtë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që diçka zbulohet. Diçka më në fund arrit ta kuptoni se si është në të vërtetë. Pra, nëse deri dje keni parë gjëra të limituara nga një këndvështrim i limituar,
atëre këtu duket çdo gjë qartazi, haptazi, panorama është e qartë, është e pastër, është e hapur dhe e vërteta është aty dhe nuk mund të mbulohet më. Kështu që përballeni me të vërtetën, përballeni edhe me pasojat që e vërteta sjell me vete, zbuloni diçka, por me këtë zbulim që do të bëni, duket se edhe i jepni një farë drejtimi jetës tuaj prej këtij vazhdim. Do të kuptoni se gjatë këtij procesi mbyllet një derë, por shapen 10 dyert të tjera. Kështu që është ajo që thash, mos keni frikë të dilni nga zona e komfortit, mos keni frikë të përballeni me realitetin, ta pranoni realitetin për atë çka është. Nuk mund t'i mbyllni më syt, të mos shikoni ose të bëni sikur shikoni atë që realisht nuk po shkruani jetën tuaj, sepse doni apo s'doni ju, e vërtetë do dali, do duket se çfarë është. Zgjidhje ka, por zgjidhja nuk është të qëndrojmë aty ku jemi, zgjidhja është të ecim tutje. Dhe thash, atje ku duket sikur mbyllet një derë, hapen 10 dyert të tjera shumë më të rëndësishme për ju. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, sigurisht ju vënë mendime, sigurisht ju detyron të mbani distancë nga të tjerë derisa të qartësoni mendimet tuaja, të kuptoni se çfarë drejtimi do marri jeta juaj prej këtej në vazhdim. Nuk është gjë e keqe, kjo është shumë gjë e mirë, është moment reflektimi, gjatë së cilit them se do të merrni dhe mendimet e dhura për të ardhmen tuaj. Madje jeni vonuar, do thosha. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel ju tregon hapur fare se sa të mashtruar keni qenë jetën tuaj, sa të mashtruar, çfarë mashtrimi keni jetuar, kujt i keni besuar, do thoni po si ka mundësi, si nuk e kuptova më përpara, si nuk i hapa syt. Një kjo, tjetra, jeni një pjesë e juaj që do kuptoni se sa të mashtruar dhe keni qenë, dhe të keq orientuar keni qenë, por ka dhe nga ta prej jush që janë në prag mashtrimi dhe keq orientimi dhe uroj ta kuptoni këtë gjë që të shpëtoni veten tuaj. Edhe mund ta kuptoni me vonesë, por që çon si ka, them se syt ju hapen mirë këtë fund muaj, por çfarë do gjë do ta kuptoni se nuk shkon, nuk bëhet, nuk realizohet, e me radhë dhe ju thash, mos keni frikë nga çfarë do gjë del, mbaroni jetën tuaj sepse do shpërbleni me gjëra shumë më të rëndësishme, shumë më të mëdha, shumë më të suksesshme. Kështu që kështu. Ama kujdes me ditën e diel. Edhe me ditën e hënë se nis java. Nis me mashtrim, me gënjeshtër, me zhvatje, me çfarë doni ju. Kujdes. Përshëndetje, përshëndetje shenjë ujori dhe ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj, java e fundit e këtij muaji, por që shumë spektakolare, dhe për ju të 10 ditë të parë, po dhe për ju të 10 ditë të fundit, sidomos për ju të 10 ditë të fundit, sidomos për çështje që kanë të bëjnë me bazën tuaj, me të kaluarën tuaj, me karrierën tuaj, me familjen tuaj, me banesën tuaj nëse doni, me ju vetë si individ. Pra shumë edhime të rëndësishme keni për të marrë këtë fund muaj, ju vetë 10 ditë të fundit, shumë prej vendimeve që merrni vinë befastisht, do me thënë, jeni dhe si jeni gati për to, po jeni si jeni do vazhdoni me rrjedhën e ngjarjeve, e njëjta gjë edhe përsa i përket karrierës tuaj, do me thënë ndryshime të mëdha ju presin, ndoshta edhe në mënyrë të befastishme, dhe përsa i përket karrierës, dhe përsa i përket statusit tuaj publik, dhe përsa i përket bazës tuaj. Shumë prej jush për shembull do duhet të vendosni se ku do të qëndroni, do të thënë, do ndryshoni banesë, do shpërnguleni me banesë, do bëni një shpërngulje si do që tjetë, do e nisni një bashkëjetesë, do lëvizni me punë. Çdo gjë nis tani dhe do kulmohet pak muaj më vonë, por që sido që tjetë, këto janë çështjet e fund muajit dhe vinë me realizime të bukura, ose pak me mundësi të bukura realizimi. Për më shumë sigurisht dhe për më tepër orientim do më ndiqni në parashikimet e muajit nëntor në YouTube Zodiac Oracle, për të rezervuar takimin tuaj në privat pastaj më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, e tha shumë bukur, diçka mbaron në mënyrë që të mund të nisi diçka e re në jetën tuaj. Pra dita e hënë ju tregon qartazi se jeni detyruar të bëni ndryshime të mëdha. Ndryshimi do vi doni apo s'doni ju, jeni apo s'jeni ju gati. Çfarëdo gjëje ka mbetur si fare lig në jetën tuaj, duhet ta çrrënjosni me rënjë edhe të mos i ktheheni më kësaj gjëje, qoftë një person, qoftë një situatë, qoftë një kaluar që u trysnoi, u lëndoi, u vrau, nuk e di, çfarëdo gjë që nuk po funksionon në jetën tuaj, një bashkëtesë, ore shumë ndoshta duhet të ikin nga banesa aktuale ku janë, të shkojnë diku tjetër. Shumë prej jush duhet të ndryshoni jetesë, mënyrë jetese.
shumë të tjerë që keni pas probleme me shëndetin tuaj, duket se i nënshtrojeni një ndërhyrjeje të caktuar dhe më në fund shpëtoni, por që sido që të jetë, ndryshimi vjen duke dalë diçka nga jeta juaj në mënyrë që të mund të lindi diçka e re. Për sa i përket, kjo gjë është dita e hënë, në ditën e hënë diçka do ju detyroni ta lini pas në mënyrë që të mund të vazhdoni përpara. Për sa i përket ditës së martë, pavarësisht vulnerabilitetit tuaj, që çfarë thotë ti je vulnerabël, i pafuqishëm për të sjellë ndryshimin, për të se thuash ndjekur ngjarjet që po vinë dhe po shfaqen në jetën tuaj, pavarësisht gjithë kësaj gjëje jeni të mbrojtur. Fati ju do dhe nuk do ju lëri kur të rrëzoheni apo të pësoni diçka të keqe prej këtej në vazhdim. Kështu që edhe në qoftë se për shkak të pavendosmërisë tuaj, tash imobilitetit tuaj ose vulnerabilitetit tuaj, ditën e martë bëri zgjedhje të gabuara ose shkoni për të bërë zgjedhje të gabuara, faktori fat ju do dhe nuk ju lë që ta pësoni keq. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që mos u dorëzoni, ju lutem shumë, për sa i përket ditës së mërkurë, do ju them, mos u dorëzoni dhe sikur të duket sikur nuk ka realizim në atë ëndrrën dhe objektivin tuaj, sikur çdo gjë po shembe dhe asgjë nuk arrihet, besoni kur ju them, është prova e fundit. Përkundrazi çdo gjë po arrihet, çdo gjë është duke u realizuar, por nëse ishni dorë pikërisht në momentin e fundit, atë do kuptoni se ishte thjesht kurthi i universit. Një provë e fundit për të parë a e meritoni apo jo gjithë ndryshim të bukur dhe këtë mundësi të madhe që po ju sjell. Kështu që për ata që ta kenë zemrën e dobët të dorëzohen, zhvillim nuk do ketë dhe cikli do përsëritet. Për të gjithë juve që do rezistoni deri në fund sepse keni besim se çdo gjë do shkojë mirë, atëherë keni për ta parë këtë realizim shumë të bukur në jetën tuaj. Që çfarë mund të jetë, çfarëdo gjëje është një ëndër, çfarëdo gjëje po kërkoni të manifestoni, jeni shumë afër saj, sidomos ditën e mërkurë, por nuk duhet të ishni dorë në momentin e fundit, si kunami të bëhet. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju sjell ju përball edhe një me varësitë tuaja. Varësitë nuk janë thjesht i them alkoolit, përsëri drogës, bigjozit apo varësisë që kam ndaj një individi të caktuar. Kjo ka të bëjë edhe me frikën, me pasigurinë, me frikën për të ecur përpara, me frikën se nuk ja dal dot, me tendenca që më ngecin, nuk mund të zhvillohen. Kështu që bëni kujdes me zakonet të këqija që keni, çfarëdo gjëra qofshin këto zakone, mos i përsërisni, do ju prishin shumë punë dhe do ju çojnë shumë pas në kohë. Por e vërteta është që do përballeni me situata të tilla pikërisht ditën e enjte dhe kujdes me shpenzimet. Kujdes me shpenzimet se mund të shkoni në kolaps dhe në humbje shumë të mëdha. Tani, për sa i përket ditës së premte, dita e premte sjell miq të vërtet në jetën tuaj, miq që ju ndihmojnë të arrini objektivat tuaj atje ku ju nuk arrini dot vetë. Dhe për të gjithë juve që vërtet keni nevojë për mbështetje dhe për ndihmë ekonomiko-financiare, morale, merak, ose për të arritur një objektiv tuaj në karrierë, siç ju thash që parë, për të zgjidhur një çështje familjare, duket se çdo gjë arrihet edhe është e mundur, nëse dikush është larguar pak kohë përpara nga jeta juaj, ka dalë ashtu pa dhënë lam të mirën e fundit, ka shumë gjasa që të rikthehet dhe t'ju kërkoj falje, gjë që normalisht do e pranoni, por që nuk e di nëse duhet ta pranoni edhe në jetën tuaj realisht këtë person, por si do që të jetë, le të themi që paqe sjell dita e premte, paqe, arritje, ndihmë. Kështu që mirë ju vjen, nuk ju vjen keq. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë të vepruari, të rishni atë që realisht kërkoni, do me thënë, ta kuptoni tamam është dhe kjo një letër që përket manifestimit. Ajo çka duam, atë edhe tërheqim. Mjafton të dimë se çfarë duam. Dhe në qoftë se e kërkojmë atë gjë me insistim, por jo deri në arrogancë, jo deri në jo në këto gjërat e këqija, do me thënë, që s'janë të bukura, por që thjesht me forcën e vullnetit, me disiplinë, me përkushtim, e me radhë, çdo gjë është e mundur të arrihet. Pra, nëse doni diçka ta sillni në jetën tuaj, keni mundësinë ta bëni ditën e shtunë, fal forcës së tërheqjes, që ta kuptoni këtë gjë. Përdori trurin. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju jep shumë mirë të kuptoni se para jush askush nuk duhet të vi dhe ju desh shumë
të kaloni derisa të arrini këtë lloj konkluzioni, arrini të kuptoni edhe pse keni pas disa sfida të caktuara në jetën tuaj, edhe pse nuk ju ka ecur në jetë, dhe konkluzioni që do arrini është se kështu është kur fatin tënd u jep të tjerëve, kështu është kur rregullon dhe sistemon jetën e të tjerëve në kurisë të vetes tënde. Pra fatin ja keni dhënë të tjerëve prej shumë kohësh, keni bërë për pafund njerëzish, nuk është kthyer sigurisht nderi, ajo që do bëni tani është të ktheni vëmendjen nga vetja juaj dhe shqyqyro Zot në fund të reflektoni, të kuptoni se duhet të bëni diçka edhe për veten. Dhe pikërisht në atë moment duket se dhe fati ju do dhe ju sjell një realizim shumë të bukur, dhe përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket financave, dhe përsa i përket arritjeve në përgjithësi. Këtu përfshi edhe karrierën.